tramin, kanë alternativa të tjera të cilat ja kanë lejuar qytetarit të zgjellë. Ne nuk kemi asnjërin prej këtyre dhe prandaj kthehet në detyrim përdorimi i këtyre lloj mjeteve. Aksioni për ndalimin e monopatinave 4 muaj më parë kishte për qëllim atë analizë edhe të aksidenteve në kryeqytet, ku një pjesë e mirë aksidenteve duhet thënë i kishin shkaktar drejtuesit e monopatinave që qarkullonin jo në korsinë e duhur, pa pyetur semafor, hynin me skalimtarve, kështu që edhe në këtë anë kishte të drejtë. Po ju e keni një statistikë në këto 4 muaj të ndalimit të tyre, si ka qenë numri aksidenteve në Tiranë? Është përkthyer kjo që ka qenë më pak apo dhe kanë qenë vërtet monopatinat shkaktarët deri para 4 muajsh? Unë po marr një analogji me mjetet të cilat ne sot i kemi të rregulluara, të regjistruara, të standardizuara që janë makinat. Secili nga ne mund të ketë një makinë në shtëpi, pra është një mjet i cili është i përhapur dhe një formë apo një tjetër, nëse ne vazhdojmë këtë argument nga ana e ministres, në 5 vitet e fundit kemi 6.000 raste aksidentesh me të automjeteve, 8.000 plagosur, 1.000 të vdekur, vetëm 200 në vitin e fundit, 80% e rasteve të këtyre aksidenteve që janë shifra të dala nga një stat nga Ministria e Brendshme, 80% kanë fajtor drejtuesin e automjetit që është makina. Atëherë, nëse ne vazhdojmë logjikën që shkaktojnë aksidente, kemi të vdekur, kemi të plagosur, atëherë të heqim edhe makinat nga qarkullimi. Unë nuk mendoj se kjo formë në cilën ne kemi ndërtuar, sidomos në këto vitet e fundit, me mbylljet apo me këto politika kaq represive, të cilat nisin që me TikTokun, pra ne nuk e zgjillim, pra nuk gjejmë forma për ta rregulluar, prandaj e mbyllim tërësisht. Nuk zgjillim monopatinat, por nuk gjejmë forma për ta rregulluar, e mbyllim tërësisht. Kjo tregon një formë apo një tjetër, më lë dyshoj, tregon paaftësinë e institucionit. Institucioni ka për detyrë që një formë apo një tjetër të rrisë ndërgjegjësimin qytetar, të mësoj qytetarët se si duhet të ndërveprojnë ndërmjet tyre, të edukojë qytetarët se si duhet të qarkullojnë. Atëherë, nëse këtë nuk e bën, atëherë për çfarë kemi ne sot institucionet? Për çfarë janë politikat? Pra politikat që ne diskutojmë çdo ditë. Politika këtë kanë mision të tyre, pikërisht për të rregulluar marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve, veprimet të cilat ne i kryejmë, rregullimin e rrugëve, si duhet kalojmë, ku duhet kalojmë, ashtu siç kemi rregulluar këmbësorët, ashtu siç kemi rregulluar biçikletat, ashtu siç kemi rregulluar autobusët, makinat e tjera me radhë. Dhe nuk mendoj se duhet ketë, dhe këto janë argumente kaq naive në një farë forme, të cilat i ofrohen opinionit publik, të cilat i ofrohen qytetarëve, të cilat thellojnë edhe më shumë dyshimet se kemi të bëjmë me veprime të cilat merren të qëllimshme në një farë forme, nëse ne duam ta analizojmë në një mënyrë të tillë, sepse nuk mendoj se është paaftësia për ta rregulluar këtë, ajo që e lejon. Ose për sa kohë ne këtë e kemi parë, atëherë duhet ta pranojnë që janë paaftë për të rregulluar apo për të menaxhuar pikërisht situatat të cilat lindin kaq thjeshta ndonjëherë edhe me monopatina. E qartë, ndërsa qeveria nuk po e bën bre 4 muajsh, atë që ka premtuar që ta bënte brenda 30 ditëve, e keni menduar që me ekspertët ju të përgatisni një draft dhe të çohet në parlament përmes deputetëve për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate? Me sa di unë, ka patur nisma, të cilat janë bërë nga deputet aktual. Zoti Kapri, me sa di unë, ka ndërmarrë një nismë tillë e cila rregullon dhe ja ka paraqitur parlamentit. Unë dyshoj dhe mendoj që kemi të bëjmë me mungesë vullneti. Dhe kjo është ajo të cilën ne e shohim të përkthyer edhe në gjëra të tjera të cilat ne i diskutojmë shpesh fal medias, vimi dhe edhe ja ofrojmë edhe çastjen tonë dhe opinionit publik. Mungon vullneti dhe shpeshherë më shumë janë të thjeshta një farë forme, janë urdhra. Dhe kur merren si urdhra, deri në momentin kur dalej urdhri i dytë që do të lejohen dhe pastaj do gjejnë 1000 arsye pse duhet të lejohen dhe pse duhet të rikthehen, mendoj që ne do vazhdojmë të jemi në këto lloj ujërash. Nismat padyshim janë marrë në djenin time edhe në aspekte ligjore, ne po vazhdojmë të ndjekim edhe ligjërisht dhe do të vazhdojmë të ndjekim edhe në institucione, nëse duhet, edhe duke u drejtuar organeve të drejtësisë për këtë çështje padyshim, por unë nuk mendoj se janë këto të vetmet rrugë të cilat qytetarët duhet ndjekin. Qytetarët sot
qoftë edhe një komunitet i caktuar, qoftë edhe një grup interesi. Ka dalë ministra dhe e ka pyetur këtë komunitet, ose pas marrjes së urdhrit, është ulur me këtë komunitet ministra, me këto përdorues të këtyre mjeteve, me këto biznese të cilat i trajtojnë dhe kanë ndoshta edhe njohuri mbi mjetet të cilat qarkullojnë sot në kryeqytet. Apo për të ofruar edhe një model të vendeve që e kanë lejuar dhe shumë e thjeshtë ajo rregullore për ta përshtatur me Shqipërinë. Prandaj po them, jemi duke folë për gjëra të thjeshta kur ne diskutojmë për menaxhimin e shtetit. Fakti që 4 muaj nuk është bërë, kjo është o neglizhencë, mungesë vëmendje, pa aftësi, ose pastaj kalojmë në të tjera pikpyetje. Kjo është ajo që na shqetëson edhe më shumë. Fakti që nuk është në vëmendjen e institucioneve dhe sa herë kthehet në vëmendje, institucionet mundohen që ta shmangin, mundohet që të gjejnë arsye për ta shmangur dhe për të vazhduar këtë kohën e heshtjes, e cila duket një farë forme pambarim tani për 4 muaj. Protesta do t'i vazhdoni nëse s'ka përgjigje nga institucionet dhe kryesisht nga Ministria e Brendshme atë ku pritet përgjigjja. Ne do vazhdojmë tash çfarë do lloj hapi që duhet, duke vazhduar ndoshta tek protestat në vazhdim, siç e pam edhe sot, kishte pjesëmarrje, pra është një komunitet i cili e ndjen erdhen me monopatina, pra apo me mjete elektrike, pra një farë forme edhe frikën e vranë duke ardhur aty, duke ardhur aq afër policisë atyre që 4 muaj më parë ndoshta ajo është dashur një pjesë e tyre të përballeshin me ta edhe për t'i tërhequr pastaj këto lloj mjetesh. Apo edhe për t'i mbajtur të fshehura. Apo edhe për t'i mbajtur të fshehura, kjo është skandaloze kur e mendon, domethënë në një vend të lirë, në një vend të këtill, si pretendon se është sot Shqipëria, ne vazhdojmë të lëvizim si klandestin, domethënë, dhe kjo është e tmerrshme kur e mendon, por këtu tregohet serioziteti i shtetit dhe çdo që thotë që këto lloj çështjes mund të jenë çështjes vogla apo sporadike, këtu shihet se sa shteti realisht punon për qytetarin dhe në interes të qytetarëve. Për çdo i cili ka dyshime se këto lloj mjetesh mund të kthehen të rrezikshme, thash dhe do vazhdoj ta them këtë, jemi të hapur që të vendosen rregulla, ka platforma, ka mënyra, ka shtete që e kanë implementuar në një mënyrë të tillë, çdo gjë është e rregullueshme, aq më tepër kjo që është lehtësisht e rregullueshme, të dalin rregullat dhe pastaj kushdo që nuk i zbaton këto rregulla, padyshim shkohet me sekuestrim, me gjobë, masat janë ashtu siç do shkohemi kur parkojmë makinën nga bim, ashtu si në dëshkojmë kur te i kalojmë shpejtësinë me automjetet të cilat sot i kemi të rregulluara, me biciklet e tjerë me radhë. Kolin, do të falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Shumë faleminderit edhe për hapësirën. Ne do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak drejt për drejt.